intereson, është një video shumë e popularizuar që ka mbet duke prish minare në xhamisë. Po, është ndurrëse. Po, ka mundësi pak kështu në një shtëllim xhamit si kanë prish, Vallai, nga ato se unë kam lidhë dëshmi të ndryshme nga besimtar që kanë përjetuar atë kohë, që kur kanë prish xhamit kanë qenë me të vërtetë një Piles kur tregonte ishin xhamati, ka qenë xhamis Pazarit të ri, Shaban Kurti, rahmet ku i ka rënë shpirti, e tregonte edhe kur ka prish një nga xhamit aty. Tiranë? Shumë emocionu. Janë emocionu. Megjithëse unë jam prezi mrap, po falë. Jo, s'është problem, sigurisht emocionet muslimani. Tregonte i shketi se sa keq e kishte përjetuar atë prishjen e xhamis. Mos gaboj xhamia Bërxollit ka qenë aty. Është quajtur nga xhamia e vogël, lagje. Edhe ky kishte qenë diku duke punuar se rroba qepse diku aty afër. Mezi kanë prish. Ose xhamin e Kavajës. Kur kanë prish xhamin e Kavajës të qendrës, se kjo ka qenë edhe ajo poshtërsia e këtyre komunistëve. I prishën në mezi kanë prish, kanë qenë shumë të forta, ndërtimet cilësore janë bë në kohën e parë, se janë nga 200 vjet xhami. Edhe në Tiranë, xhamin e Sulejman Pashi, që xhamia themeluese, ajo u dëmtu gjatë luftës së dytë botërore, por shkaktarët kryesor që u bën që të dëmtohet xhamia e Sulejman Pash kanë qenë vetë brigadat partizane. Se me demek ju pengonte këndvështrimin se në qendër ishte një fortino, një bunker i madh gjerman që ai mande në kontroll gjithë bulevardin dhe këtyre ju prishte vizionin. I prishën edhe çfarë bën? Më falni për shprehjen, ndërtuan mbanja kur njerëzit shkojshin edhe në xhami. Po në aty ku ka qenë xhamia, edhe në Tiranë, edhe në Kavaj.